Këtu është vendi i kopshëm nga ku mbrëm dërruan jetë 4 persona për shkak se një kamion të cilin po e drejtonte një person i shtyr në mosh, goditi bankinën mbrojtëse dhe kaloi në kursi të kundër duke u përplasur për një automjet BMW i cili kishte 4 pasagjerë. Nga goditjet e fuqishme, automjetet morën flak dhe vetura u doq plotësisht. Mbrëm kjo rrugë ka qenë e blokuar për disa orë, ndërsa sot komunikacioni po lëviz me tempo të ngadalt. I vetmi person që ka mbetur gjallë nga ky aksident është shoferi i kamionit 76 vjeçari me inicialet BB. Pas dokumentimit të rastit, MVB njofton se do të pasojë padija përkatëse. Policia bën me dije se nga persona që kanë qenë në veturë dhe kanë ndërruar jetë, njëri mbetet ende i paidentifikueshëm. Od dobijeните повреди на местото на несреќата починал возачот РВ и сопатниците од неговото возило, 20-годишниот АВ и 20-годишниот ПМ од Скопје и уште едно лице чиј идентитет за сега е непознат. Лекарот итна медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телата се предадени за обдукција. Në mesin e viktimave ishte baritoni dhe solisti i parë i opera dhe baletit kombëtar Riste Velkov dhe djali i tij 20 vjeçar. Pas këtij lajmi reagoi institucioni ku ai kishte punuar, duke shprehur ngushëllime dhe keqardhje nga humbja e jetës së baristit të tyre. Ngjarja ka ndodhur të ejtën rreth orës 23 në qarkurin Radishan-Prishtinë-Mirkovc, ku kamioni me targa të Kosovës e ka humbur kontrollin dhe ka kaluar përmes rrethojës metalike në krahun e kundërt të autostradës. Vetura dhe kabina e kamionit janë djegur plotësisht, ndërsa zjarri ishte shuar nga ekipi i brigadës së zjarfikësve të Shkupit. Për shkak të ekspertizës nga organit përkatëse, kjo rrugë ka qenë bllokuar nga ora 23:10 deri në 5 të mëngjesit.